Përshëndetje të gjithë në Tiranë, këtu jemi sot, por jemi me zemër me ju atje. Më trego pak si u organizua, ti shikoj kuj që zi të shoh dhe ty me shallin, kuj që zi që e ke vendosur e të shko ka shumë. Më trego pak për detajet, si u mblodhet, si u organizuat, sa herë jeni mbledhur, po ashtu dhe cili është qëllimi juaj, kaq larg nga Amerika, teksa jeni solidarizuar për këtë protestë. Po. Që jam mbledhur këtu sot, kanë ardhur nga qytete të ndryshme. Unë vetë me organizatorët nga Washingtoni, por plot e për plot që jemi organizuar nga Kalifornia, nga Texas, nga Illinois, Florida e më tej për të ardhur këtu sot, për të dhënë një zë të bashkuar të diasporën shqiptare që ne i bashkëngjitemi 5 kërkesave nga Tirana, që këtu sa po votan edhe sa po unë mbështetën. Ky është mesazhi i diasporës. Jemi të gjithë këtu për të thënë me një zë, diaspora nuk kesh nga gjeu të ret. Tani t'ju pyes pak, më e the, po. A do ma lejosh një të ftuar, zotin Alfred Muharremi do ta bëj një pyetje? Patjetër. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, zotëri. Ju falenderojmë për angazhimin tuaj. Të protestosh është e drejtë qytetare, legjitime. Por ajo që duhet të them unë është në 11 maj, Amerika, para gjithë shqiptarët që jetojnë në Amerikë, ja dha vot besimin kryeministrit Edi Rama. Pse duhet pretendohet që kjo kërkesa juaj për dorëheqjen e Edi Ramës të jetë shumë legjitime? Dua të përgjigjem pyetjes tonë sa më saktë, do kërkoj ta përsëris, sepse këtu ka shumë zëra që po bërtasin Rama ik, Rama burg. Po, ajo që unë duhet t'ju them, në 11 maj, shqiptarët që jetojnë në Amerikë i dhanë votbesimin e qeverisë Rama për drejtuar vendin dhe me një kontratë 4 vjeçare. Pse duhet që të merret parasysh kjo kërkesë juaja me një grup caktuar individësh, ku shumica për ju atje ja ka dhënë votbesimin e Edi Ramës për qeverisë 11 maj. E kuptoj që do të tregosh një tip kontradikte, ti suportit që ne kemi sot kundra kësaj qeverie dhe në thonjza votimit apo mbështetjes që është dhënë më përpara qeverisë, por nëse duam të hyjmë në teknikalitet për mënyrën se si ato zgjedhje janë zhvilluar, jemi të gatshëm për këtë lloj debati. Faktikisht kemi bërë shumë ftesa që të hyjmë në Zoom live dhe me shumë moderatorë në Tiranë, protestues apo të tjerë, apo njerëz për intervista për të marrë faktet e votimeve që janë bërë, nëse si janë përfaqësuar apo nuk janë përfaqësuar saktë shqiptarët të diasporës. Me fjalë ju keni votuar? Një sekond, lutem, një minutë. Keni votuar ju zonjë? Se kishte emrin? Dodi. Zonja Dodi, keni votuar? Ju e keni shprehur vullnetin tuaj në vot, keni votuar? Ndërprerësëri dhe nuk e dëgjoj këto. A keni votuar? Keni votuar në zgjedhjet e majit 2025? E dashur më dëgjon. Kam votuar në Skupën e Lira dhe i kam marrë Rama 800. Ti lutem mund të i përshkruash pak zgjedhjet e lira sipas teje? Jo, pyetja ishte a keni votuar, Ka patur diaspora, është shumë përfaqësim ka patur diaspora në to. E dini ju zonjë numrin e vërtet aktual të shqiptarëve të diasporë? Ajo ka dalë për protestë dhe mjafton edhe 2 ditë pas. Edhe 2 ditë pas zgjedhjeve del populli. Po nëse i flet lart ai nuk dëgjohet. Edhe një herë të lutem se nuk u dëgjove. Të lutem, mirë vazhdo. Jo, dashur, edhe një herë se e sistemova studion, po të dëgjon ty. Jemi live, jemi duke të dëgjuar. Më thuaj se ndoshta Alfredi të ngatroj pak të futi në ca ujëra politik që i shërben atij, me sa kuptoj qëllimet e tij politike kanë fjalën, kuptohet. Më trego pak, pse po protestoni sot? Më trego pak për mënyrën se si është organizuar protesta, më trego pak sa do qëndroni, kur do organizohet sërish. A do organizohet? Në fund të majt, në fillim të korrikut, aktualisht ne i morëm të tajme se ç'po ndodhte në Shqipëri dhe arsyem se njerëzit po dilin në protestë, që ka filluar nga Zbërnici, nga Ideti Sazanit, por duke ditur që kjo që vetëm kupa që u der mbas shumë
vitesh probleme që nuk ishin të përgjigjura ndaj qytetarëve. Neve këtu në diasporë jemi shumë të ndjeshëm ndaj çpopullimit që është bërë në Shqipëri. Çpopulimi është diçka e qëllimshme, diçka që ndodhet në mënyrë aksidentale. Andaj u çuam me qytetet tona përkatët, vullnetarisht për të organizuar protestet tona. Në Washington, në Boston, në Philadelphia, në Los Angeles e mëtej. Më pas, organizatorët e këto protestave mblodhen të gjithë bashkë të organizonin një krye protest këtu në New York. Arsyet pse nga diaspora e madhe që ekziston në New York dhe e dyta për të dhënë një mesazh përballë kundës. Besoj se edhe të ftuarit në studio janë të qartë, ke një mesazh të fundit përpara se të përshëndes? Jo, një pyetje. Sa të mbaroj këtë, sepse kur i flet ti nuk të dëgjon. Nuk e di pse nuk e të shkruhet zërin. Më qëndro se kisha. Jo, një pyetje lutem, sepse për një gjë që jemi secuar shumë mirë si patronazhist, këtë e kemi dhe e njohim individin, edhe kë kemi edhe kundërshtar. Jeni marrë në zgjedhjet e 11 majit të komunikimit të diasporës me një grupim politik lutem? Shpejt e mori informacion. Po çfarë na dinë atë? E kupton që informacion marrin këto. Po e njohim me kundërshtarin, e kupton sa shpejt. Po nuk është kundërshtar. E kupton sa shpejt politik, sa shpejt erdhi informacioni në studio. Sa shpejt erdhi informacioni në studio. Për një zonjë, a zonjush me Amerikë që qytetar kujdo grupimi politik që përkas ka drejt për protestuar. Të lutem, unë ajo që dua të them, dua ta pyes zonjën, sinqerisht. Zonja Dodi ka qenë pjesë e një grupimi politik dhe është marrë me angazhimin e votave të diasporës në Amerikë për një grup caktuar politik. E dua përgjigjen nga ajo. Po një minutë për se ta do shpjegojmë pse e bëj këtë pyetje. E para tregon se çfarë lloj organizimi ka në Greta. Po zot tani o zot tani në 5 minuta intervistë arriti të gjej me emër me mbiemër dhe me kë është organizuar. Me kë ka qenë. Ja, po të dëgjoj Po ja publik njerëzit në kundërshtar politik janë publik në ndërruar. Më dëgjoni? Po. Po. Atëherë, kemi disa mesazhe, por nëse do jepja një mesazh të përgjithshëm nga të gjithë ne këtu bashkë është që diaspora është e fuqishme, diaspora është bashkë. Diaspora është me një mendim, edhe diaspora vjen shumë shpejt në Shqipëri, sepse ka qytetërim edhe ka shtetësinë shqiptare. Na pyesin shpesh pse ju në diasporë pyesni për këto protesta, sepse e para jemi shtetas shqiptar, por edhe nëse nuk jemi shtetas shqiptar, kemi prej ardhe shqiptare, dhe ne kjo çështje na takon. Nuk ka nevojë të justifikim për të mbrojtur tokat tona, për të mbrojtur shtetin ton dhe për të mbrojtur territorin ton. Kjo është një drejtë e mirëqenie. Unë dua një përgjigje për pyetjen që bëra me të lutem. Po ju avasi përgjigje. Çfarë do lloj qasje politike të tha zonja? Unë protestoj si shqiptare si diasporë. Me qëllimin që kam mbi edhe ta dëgjoj pyetjen dhe ta dha përgjigjen, Alfred. A mund të them diçka? Mund të them diçka? Po të mohosh. E nderuar, unë quhem Të falenderoj. Të lutem, më dëgjoj sekond. Quhem Armir Shkurti dhe kem mbështetjen time të paparë dhe respektin tim të jashtëzakonshëm. Bravo ju qoftë edhe vazhdo. Shumë faleminderit dhe Faleminderit ju. Të fortë na kontaktoni në online për zëllën mesazhe shumë prej nesh jemi larguar nga Shqipëria në moshë shumë të vogël, unë në moshën 6 vjeçare, por e ruajmë Shqipërinë në zemër dhe këtë punë do e çojmë deri në fund. Do të kujtoj vargjet e Nolit, mbau nën mos ke frikë, këtë radhë se ke dhe vajzat në Amerikë. Faleminderit.